Ka të reja në vrasjen e politikanit amerikan Charlie Kirk. Nuk e di pa lajmet apo jo, por një nga programet më të mëdha në Amerikë, nuk e di dini apo jo, Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel është një humorist, si mund të quhet, ose një prezantues me një program që quhet Night, që ka vite, po thuaj rreth 20 vjet që është në ABC, dhe e ka ndaluar programin, dhe kjo është gjëja më kryesore në këtë tajfun, si mund të quhet, të kohëve të fundit, sepse vrasja e Charlie Kirk me sa duket ka lënë shenja të forta. Shiko, nuk e di e mbani mend apo jo, kur kemi bërë një video para pak ditësh, sa po ndodhi fakti, dhe thash diçka. Shikoje një videon dhe thash, kjo vrasje do shënoi ndryshimin e madh, jo vetëm në Amerikë thash, po edhe në botë. Dhe do ta shikoni se çfarë do të ndodh. Tani, kuptohet qartë që le të themi e drejta e fjalës ka humbur, nuk është më, sepse nuk mundesh që të aludosh ti me disa, të paktën kështu thuhet, me disa teori që nuk të përkasin. Me një fjalë, kjo do të thotë që ti nuk mundesh që të flasësh. Dikush do thotë tani, po mirë, kjo i përket FBI-t, ose i përket si çështje po flas, ose i përket shtetit, kështu që derisa të zgjidhet, sa të zbardhet kjo çështje, ti nuk mund të fusësh hundët. Pra mund të thotë ndonjëri. Por secili ka fjalën e tij, dhe Jimmy Kimmel, unë mendoj që diçka di që nuk flitet, dhe nga frika se ai mos ndoshta thot diçka publikisht, mendimi im. Ndoshta kjo ka qenë arsyeja që i ndaluan programin, një program që padyshim e keni parë edhe ju, por Jimmy Kimmel është edhe shumë, le të themi, më shumë mban nga ana e politikës se sa humorist. Dhe ai gjatë intervistave godet shpesher. Dhe ndoshta kjo është frika që ju thash. Por tani doja të thash edhe diçka tjetër. Një gazetar i famshëm italian pash një intervistë mbrëm ku ai ka disa detaje që janë vërtet të çuditshme të vrasjes së Charlie Kirk. Dhe sipas tij, me një fjalë, disa teori thonë që nuk është ai djaloshi atje sipër tek ajo shkolla që mund të ketë vrarë Charlin. Bile thuhet që edhe në qoftë se ka qelluar ai nga atje, nuk ka arritur që ta vrasi nga distanca, dhe dikush tjetër që ishte aty pranë mund ta ketë qelluar. Në fakt, aty gjatë një videoje, ky gazetar italian tregon një zotëri që është aty, në atë trajektore për bri Charlie Kirk, dhe duke mbajtur dorën nën sjetull, diçka e tillë, kështu, ka diçka brenda në një qese apo në një letër, diçka e tillë. Dhe gryka, sikur tjetë, gryka e kthyer nga ana ose dora e kthyer nga ana e Charlit. Dhe sapo bëhet goditja, ai ul krahun dhe dorën dhe fut diçka në xhep. Dhe nuk më bëri përshtypje kjo se sa më shumë ajo diçka tjetër, që në momentin që Charlie u qellua dhe ra në tokë, nga ai moment ky zotëria sikur mos të kishte ndodhur gjë. Pra vetëm shikon, i qet, nuk shikon këtej ku godasin, por i qet, kthehet dhe bën dy hapa mbrapa, sikur mos ketë ndodhur asgjë. Pra këto lëvizje që më bën përshtypje më shumë se sa ajo dora që kishte nën sjetull. Bie dikush, është afër teje dhe është personazhi kryesor, rrëzohet, e zëm sikur nuk e kuptoj, që e qelluan, e zëm sikur rrëzohet. Ti çfarë do bësh? Nuk do e shikosh, nuk do kthesh kokën, nuk do shkosh aty, sepse ti je pikërisht për këtë. Pra ai që ishte aty, ishte pikërisht për këtë. Ishte ose ndonjë bodyguard, ose dikush që
interesoj për sigurinë e vendit aty apo të njerëzve që ishin përreth, dhe më bëri shumë përshtypje vetëm kjo. Më ka bërë shumë përshtypje. Nga të gjitha ato teori që po thon kohët e fundit që dikush nga publiku apo etj. Pra, të tjera detaje që e mbushin akoma më tej këtë, janë edhe të tjerët që janë përreth tij. Janë disa lëvizje që një oficer i policisë thotë që këto lëvizje janë kur ti bën aksione. Për shembull, dora që ai kalon këtu që duhet të jetë e përkulur, dhe mënyra, me një fjalë, e gishtave, ose lëvizjes sikur ti duhet shkosh në një drejtim. Pra, disa lëvizje vërtet të çuditshme. Unë do dëshiroja që të bënim një video të gjithës kësaj, këto detaje që ju thash, por nuk dua të futem në ollësira, sepse ndoshta dikush nuk do që të flitet për këtë, dhe unë e them, pra e hapa këtë bisedë për të vetmen arsye, jo për Gjimi Kajmel, sepse ndoshta mund të ketë kryer në një aksion ose në një diçka që dikujt nuk i intereson, ose derisa të zbardhet kjo çështje, dhe mbase kjo është, si mund quhet, një metodë e re për të ndaluar, si mund të themi, mendimin kolektiv. Çdo të thotë kjo, sepse ju kam thënë, ju thash edhe më përpara që unë besoj që nga ky moment do ndryshoj shumë bota, jo vetëm në Amerikë, por edhe në botë. Pra, në qoftë se ka ndaluar Gjimin që të thotë diçka, kjo është tepër e rëndë, sepse pas Gjimit do fillojnë dhe të tjerët. Pra, kjo do të përcaktoj, vrasja e Charlit, do të përcaktoj ndryshimin e mendimit kolektiv, shumë. Sepse, siç ju thash, pse duhet ta bënin publikisht një gjë të tillë? Për çfarë arsye? Pse duhet të vritej publikisht një njeri i tillë? Për çfarë? Pra, kishte zgjidhje të tjera. Për shembull, mund ta vrisnin përpara shtëpisë. Mund ta vrisnin të hedhin diçka brenda. Mund ta vrisnin tek kështu, ose dikush dilte ku dilte ai, përpara shtëpisë apo ku ta di unë, në një vend tjetër, para se të dilte në publik. Përpara se të dilte në publik. Pse duhet ta vrisnin aty në publik përpara miliona njerëzve? Kush duhet ta mirte vesh këtë? Sepse duhet dikush ta kishte parasysh që ne jemi të fortë, me fjalë, unë e bëj. Ai studenti, që thon këta që kanë kapur një studenti nuk mund ta bënte dot përpara universitetit, nuk mund ta bënte dot të shkonte tek shtëpia, apo të shkonte tek një restorant, apo të shkonte aty ku kalonte Charlie. Nuk mund ta bënte dot. Dhe pse duhej ta bënte aty përpara njerëzve? Pra, kjo ishte pyetja që unë bëra kur ndodhi. Dhe tani pyetja tjetër është, çfarë do të ndodhi tani pas Gjimi Kajmel? Me fjalë, pasi mbyllën këtë program televiziv gjigant që miliona klikime, mos gaboj, ka 6 milion ndjekës vetëm në YouTube. Pra, pse duhet të ndodhi një gjë e tillë? Për çfarë arsye? Në qoftë se unë e lexova atë komentin që kishte bërë, nuk ishte ndonjë koment kush e di se çfarë. Ishte thjesht që ai tregonte me këtë kanë marrë shumë pikë, me fjalë ishte shaka. Politika ka marrë shumë pikë nga kjo që ndodhi. Tani, nuk është ky fakti. Unë them që diçka ai di, sepse dikush është i informuar që ai diçka di, ndoshta nga përgjimet, dhe kanë frikë se mos thot diçka publikisht. E vetmja gjë që mendoj që mund të jetë kjo. Megjithatë, do dëshiroja një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni për të gjithë këtë histori, dhe a është e vërtet që do ndryshoj mendimi kolektiv shumë shpejt i botës? Mendimi e kam fjalën që nuk do të jetë më si më përpara, që ti nuk mund të shpresh dot mendimin tënd. Dhe mund të ndryshoj edhe për faktorë të tjerë që ende nuk mund të shprehem. Është e kotë që të shprehemi. Do shikoj me kalimin e kohës. Pres komentet tuaja. Ditë të mbarë edhe punë të mbarë.